Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Amerikani Gjak Kavi është dëshmitari 4 i mbrojtjes së Hashim Thaqit, i cili ka nisur dëshmin para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, në rastin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s. Kavi, i cili ishte zëvendës i krye administratorit Bernard Kushner, do dëshmoj gjatë 2 dhe 3 ditëve të ardhshme. Ai po dëshmon për bashkëpunimin me Hashim Thaqin, UÇK-n dhe gjendje në Kosovë gjatë kohës sa ai kishte shërbyer këtu. Pyetje. Në paragrafin 79 të deklaratës tuaj ju thoni: unë nuk e kam parë asnjëherë zotin Thaçi që ka pasur kompetencë ose ndikim të përnjëmend mbi UÇK-n. Ky konstatim mbështetur jo vetëm në raporte nga burime shumë të besuara, por edhe nga fakti që kam parë me sytë e mi izolimin e Thaçit në praninë e personave të fortë të UÇK-s, persona të cilët kishin vërtet kompetencë në UÇK. Në shënimin përgatitor numër 1, në paragrafin 10, ju thoni që këto burime shumë të besuara përfshin edhe generalin Sir Mike Jackson. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje. Në paragrafet 61 dhe 62 të dëshmisë tuaj, juve diskutoni një takim në shtator të 99-s, ku generali Clark fluturoi në drejtim Kosovës për të përdorur autoritetin e vet për të ndihmuar, për të bindur komandantët rajonal të UÇK-s për të pajtuar me plotësimin e kërkesave për demilitarizim të UÇK-s. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po, më kujtohet. E në anën tjetër, në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, nga ora 12 do të organizohet një protestë paqësore në mbështetje të ish policit Arnor Spahiu, i cili po mbahet padrejtësisht në paraburgim në Serbi. Familja Spahiu njofton se kjo protestë ka për qëllim të bëjë thirrje institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare që ta ngrenë zërin kundër padrejtësisë me të cilën Arnori dhe familja e tij po përballen tash e 4 muaj. Në organizimin e Institutit për Studime të Luftës Hibride Aktopos po mbahet forumi me temën Demokracia nën kërcënim, zgjedhjet si një fushë betejë gjeopolitike ku u theksua rreziku i ndërhyrjeve politike dhe narrativa nxitëse nga Serbia. Në këtë forum po marrin pjesë ambasador të Shqipërisë, Malit të Zi, Gjermanisë dhe të Kroacisë, profesor dhe studiues nga Kosova dhe rajoni, si dhe përfaqësues të institucioneve të sigurisë. Në fushatën për zgjedhjet e 12 tetorit, Kosova vazhdon të jetë një terren i operacioneve kërcënuese, jo vetëm me propagandë dhe narrativa nxitëse, por edhe me ndërhyrje politike e financiare. Në këtë kontekst, sot Kosova përballet me sprovën e qëndrueshmërisë demokratike dhe me integritetin e zgjedhjeve si çështje të sigurisë kombëtare. 12 tetori nuk është vetëm ditë votimi, është betejë për rendin dhe vlerat euroatlantike, për sigurinë dhe sovranitetin politik. Zgjedhjet në fakt janë ato që përcaktojnë drejtimin edhe garantojnë të ardhmen demokratike të Kosovës. Ajo çka na mundon apo e mundon Kosovën për momentin është sfida në veriun e saj, dhe tregon që pikërisht demokracia është në kërcënimin e saj dhe vetëm do të thoja zgjedhjet e lira, vetëm zgjedhjet e ndershme janë ato që do të përcaktojnë rrugën. Kur flasim për zgjedhje dhe për demokracinë dhe sundimin e ligjit, është shumë rëndësi që t'i kushtojmë vëmendje asaj se çka po ndodh brenda vendit. Kërcënimet në integritetit të zgjedhjeve dhe sundimit të së drejtës për ligjit nuk rrjedhin vetëm nga brenda, po nga jashtë, por edhe nga brenda. Prandaj ne kemi vëzhguar tentime që për shembull të përjashtohet një parti politike serbe nga këto zgjedhje të ardhshme dhe për ne më të vërtet kjo është një fatkeqësi. Ne themi që të gjithë duhet t'ju lejohet të marrin pjesë në këto zgjedhje dhe të gjithë kosovarët të votojnë për partitë që ata dëshirojnë të votojnë.
Sot përfundon edhe zyrtarisht afati I masës së përkohshme të vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila që nga data 5 shtator ka pezulluar të gjitha veprimet dhe vendimet e deputetëve të kuvendit, duke përfshirë edhe procedurat për formimin e qeverisë. Një masë e tillë u mor pas ankesës së paraqitur nga lista serbe, e cila kontestoi mënyrën e zhvillimit të seancës konstituive të kuvendit, veçanërisht konstituimin e kuvendit pas zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb. Lista serbe e cilësoi këtë si shkelje të procedurave kushtetuese, ndërsa kreu I kuvendit Dim Albasha e shpalli të plot konstituimin e kuvendit. Presidentja Vjosa Osmani, e cila ka disa ditë që po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vizituar Universitetin e Pittsburghut, ku diku kishte studiuar dhe ligjëruar. Ajo u shpreh mirënjohëse për kontributin e universitetit në përgatitjen e ekspertëve që sot japin një rol të rëndësishëm në zhvillimin e Kosovës. Osmani tutje theksoi se investimi në arsim është investim në të ardhmen dhe se mbështetja amerikane në këtë fushë ka qenë vendimtare në rrugtimin tonë drejt demokracisë, zhvillimit dhe integrimit ndërkombëtar. E kryeministri në detyrë Albin Kurti, I cili po ashtu po qëndron në SBA, ka zhvilluar një takim në Washington me kongresistin amerikan nga radhët e Partisë Demokratike Richie Torres. Kurti e falenderoi kongresistin Torres për qëndrimet e tij të hapura dhe të zëshme në mbështetje të Kosovës. Në takim Kurti theksoi aspiratën e palëkundur të Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO si orientim dhe objektiva strategjike të shtetit tonë. Gjithashtu, sipas njoftimit të qeverisë, kryeministri në detyrë ka nënvizuar planet investive në vend, përfshirë projektin e hekurudhës Prishtinë-Durrës, zhvillimin e sektorit të teknologjisë dhe mundësitë që kompanitë amerikane të bashkëpunojnë dhe të investojnë në Kosovë. Edicioni vazhdoi me lajmet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump ka arritur një marrëveshje për Gazën me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, e cila është përshëndetur nga liderët evropian dhe ata në lindjen e mesme. Udhëheqësit evropian dhe ata të lindjes së mesme kanë mirëpritur një plan amerikan për paqe në Gaza, për të cilin presidenti Donald Trump e paralajmëroi Hamasin ta pranonte. Plani I dakordsuar nga Trump dhe Netanyahu propozon një ndërprerje të menjëhershme të luftimeve, lirimin brenda 72 orëve të 20 pengjeve të gjalla izraelite të mbajtura nga Hamasi, si dhe mbetjet e pengjeve që besohet se janë të vdekur në këmbim të qindra banorëve të arrestuar të Gazës. Sipas planit, SBA-t do të punonin me partnerët arab dhe palët tjera ndërkombëtare për të zhvilluar një forcë të përkohshme stabilizimi për të mbikëqyrur sigurinë. Propozimi bën thirrje për krijimin e një komiteti teknokrat palestinez përgjegjës përkohësisht për shërbimet e përditshme në Gaza, I mbikëqyrur nga një bord ndërkombëtar paqeje I kryesuar nga Trump dhe që përfshin ish kryeministrin britanik Tony Blair sipas shtëpisë së bardhë. Zyrtarëve të Hamasit u është dhënë plani me 20 pika sipas një burimi palestinez për BBC-n. Plani gjithashtu thotë se Hamasi nuk do të ketë asnjë rol në qeverisjen e Gazës dhe lë derën e hapur për një shtet palestinez përfundimtar, por Netanyahu më vonë përjashtoi përsëri këtë mundësi. Duke folur për media të hënën në shtëpinë e bardhë, Trump e quajti planin një ditë historike për paqen, por ai tha se Netanyahu do të kishte mbështetjen amerikane për të përfunduar punën e shkatërimit të kërcënimit të Hamasit, nëse ky I fundit nuk do ta pranonte planin. Netanyahu më pas tha se Izraeli do ta përfundojë punën nëse Hamasi e refuzon planin ose nuk e zbaton atë. Në një video deklarat pak më vonë, Netanyahu riktheu kundërshtimin e tij të kahershëm ndaj një shteti palestinez, duke thënë se ai nuk është I shkruar në marrëveshje. Autoriteti palestinez, I cili qeveris pjesë të bregut perëndimor të pushtuar nga Izraeli, I ka quajtur përpjekjet e presidentit amerikan të sinqerta dhe të vendosura. Në një deklarat të publikuar nga agjencia e saj e lajmeve Wafa, thot se ripërtrin angazhimin e saj të përbashkët për të punuar me Shtetet e Bashkuara, shtetet rajonale dhe partnerët për t'i dhënë fund luftës në Gaza, për të siguruar shpërndarjen e mjaftueshme të ndihmës humanitare atje dhe për lirimin e pengjeve dhe të burgosurve.
Të nderuar shikues, të gjitha informacionet mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale dhe në rtklive.com. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 13.